S'kem që ka bom, kështu është pakatisarit, ligjet tona, ne me të këtyre të drejta, ne kemi fitu shtetësinë dhe Republikën e Kosovës, shpresoj që kjo numër mos të rritet. Dhe në bazë nëse referohem ligjit mbi shtetësinë, dhe atyre që pretendohet dhe regjistrimit të qytetarëve, në kompaninë Gjakov, është bani numër jashtëzakonshëm i qytetarëve serbë që jetojnë kinse në Gjakov, ose që kanë jetuar në Gjakov që kur nuk ka pas. Ka qenë, kemi thonë, rruga serbëve një pjesë, dhe ka qenë numër shumë i vogël i banorëve, dhe sot po deklarohen që është një numër shumë i madh i të regjistruarve me që ligjin e Gjerald Fesles. Shpresoj që të mos ketë ndonjë ndryshim të madh të numrit të qytetarëve ose të kriminalëve serbë që kanë ardhur. Fjalën për ligjin për shtetësinë. Ligjin për shtetësinë, të cilët tashmë do të jenë në zgjedhjet e ardhshme, do të marrin pjesë në zgjedhjet ata, sepse do të regjistrohen si banorë të Kosovës. E qartë, është diskutuar shumë madje, por ka pak paqartësi për atë pjesë dhe nuk ndoshta derisa ta kuptojmë mirë se. Jo, për momentin është ky numër, por në rast se rritet